Hello njerëz! Mirë se vini përsëri në kanalin tim në YouTube. Mas shumë kohë që kisha bërë mungesa, ja ku jam rikthyer sot me një vlog tjetër. Sot është data 18 prill 2025, ditë premte. Unë tani do mbyll çdo gjë këtu ke puna dhe do iki në shtëpi, sepse kjo fundjavë njerëz do jetë një fundjavë që meriton të ketë vlogun tu në YouTube, jam shumë e sigurt. Okej, dhe para se të filloj vlogun tamam, dhe para se të iki në shtëpi të haj bukë, se sikur jam të ngërt për bukë, kam shumë qejf të them se jam portokallit për një arsye. Kam bërë mbrëm një spray tan edhe më kanë ngel sidomos të duart shenja, shihni sa i bardh kam qenë, edhe shpresoj të hiqet sa më shpejt. Edhe në fytyrë jam super portokalli, po nëse besoj se do largohet sonte, nesër do jemi çik më mirë. Dhe një diçka tjetër, prisni një sekond. Nuk kam musteqe. Thjesht i kam hequr, premtoj se ju kam hek. Thjesht nuk e di pse pigmenti i spray tanit më ngel sidomos te kjo pjesa dhe duket sikur kam musteqe dhe s'kam çfarë mi bos, edhe me make-up nuk mund ta mbuloj. Domethënë se kur provon me mbulu me make-up, se e kam provu, dalloha akoma më keq. Kështu që do rri kështu për 24 orë besoj. Tani do iki në shtëpi të marrë çantën time edhe të haj çik bukë. Më pëlqejnë shumë të Simpson thjesht. Kur kthehem kështu për drek, harroj gjithmonë që janë edhe i shoh shumë rrallë. S'doli dielli, dola dhe unë. Unë tani sa lash xhaketën time të bardhë, që po ta marr herën e fundit në Shqipëri, e lash me Ela dhe kam disa pako nga Vinted që duhet me shumë rapsh, duhet me nis, edhe do iki çik të zyra që të sapoj ato etiketet edhe pastaj, okej, edhe pastaj ti nis. Po qash, nga që kalon disa njerëz edhe po më shikojnë me telefon kështu në dorë, po s'kam çfarë bëj, jeta blogeres është kjo. Po bëj shaka. Ja ku kemi këtë pakot, tani etiketet i pata stampu në fakt, edhe thjesht do t'i ngjit se do t'i mill mirë. Ta marrë dhe karikusin nga që s'kam bateri fare dhe harrova me kariku të shtëpia. Pakot janë gati, tani do nisemi. Jam munu me e pastru sa ma shumë këtë edhe sikur është largu pak, po prap nëse me shikon kështu duhet sikur kam musteqe. Nëse doli dielli, si thash, edhe me bën akoma me emocionon. Me vërtet se kur ka diell punoj akoma më mirë. Unë tani sa po mora një pako nga Azos, edhe e prisja që të më vinte dje, se po të pagujt lek ekstra që të më vinte kështu express, po që serdi gjo, të flokët e mija zot t'jem bë për të ladu t'i laj pastaj, edhe serdi gjo, sot kishin kalu gjasme, po s'kishin gjet asnjëherë në shtëpi se rena se më shtëpi ishim, po nëse si kanë rahe që zile, s'kan desh me shkuat tek shtëpia ime, s'ka problem. Erdha e mora dhe shpresoj se të ketë një diçka të hajrit mena, se të kem zgjedh gjëra tamam, nga që si ju thash, mrena mund të kemi dhe një outfit që mund të vesh ditën e diel. Ditën e diel unë njerëz do iki në diskotek në Venecia te Popular, me pret Floreta. O zot, me zip press, jam boka shumë kohë që po flas me Floretën për këtë punë, shumë kohë. Jo 3 javë, po 4. Dhe me zip press. Jam shumë emocionuar. Dhe nëse mbroma jam në Gedi, këtu në Brescia, pothuajse afër ku jetoj. Dhe për nëse mbroma në fakt kam zgjedhur outfitin. Kështu që jam në rregull. Dhe unë akoma s'kam çu pakot, po do t'i çoj tani. Unë erdha këtu ke postet edhe kam një numër përpara. Edhe kam lënë makinën tu jashtë, isha s'ma lu njëri, s'me thot njëri në gjo, se s'kam ku me lon. Dhe më thonë, kam, po s'kam nerva me hec, se kishë gjithë këtë trajs më vete. Mi pëlqejnë të balerinat e mia, super të rahatshëm. Tani se pakot i kemi qumë rapsh, umra në qelca, ato është momenti për t'ikë në shtëpi, për të hapë këtë pakon tonë edhe më parë nëse robot më bine apo jo, se nëse nuk më bine, kemi problem këto. Kemi më vërtet problem. Nëse, dhe kam shumë qejf pastaj të rri pak, të hani diçka të vogël kështu si përmesdite, edhe të lahem, do të laj flokët. Në fakt jam lasur mjesta, po jam bërë për të laj flokët edhe nëse të lahem komplet, ndoshta hiqet edhe pak më shumë ngjyra. Ky ishte fustani për të cilin unë kisha shumë shpresa. Është i bukur, është i lezetshëm, modeli më pëlqen, por që është shumë i shkurtër.
Kështu që besoj se do e përësis në 2 mase çik më të mëdha, nga që më vërtet është tepër i shkurtër, por që nuk bëhet për ditën e diel. Nejse, s'ka gjë. Ok, njerëz, unë sa hanga bukë dhe tani do bëhemi gati. Siç më do shihni, kam ladhe flokët dhe çdo gjë. Kjo pjesa është pastru goxha dhe kjo më bën shumë qejf, se tani nuk duket më sikur kam musteqe. Dhe do vishemi, do rrugullohemi edhe shihemi pasaj. Perspektiva nuk është se është super e bukur, po rregulloj flokët me Dyson edhe inshallah mbajnë, thjesht për pak volum, për pak onde. Dhe I kam la sot nga që normal nëse më do ikin në diskotekë dhe s'ka kuptim i la para se me ikin në diskotekë. Kur e di shumë mirë se pastaj të tjerën në mëngjes kur do që të kthehem, do t'i laj prap. Hello njerëz, ja ku kemi dhe betën, unë po çoj makinën dhe kjo po filmon, e kemi kështu si video maker për sonte. Dhe ne tani kemi dalë, jo tani po jemi rrugës për Brescia. Shpresoj të më ngjoni nga që kam telefonin lidh me makinën, por që është ora 11 pa 10. Nuk e di tani a thjesht do bim një gjë apo dhe do kërcejmë, nuk e di, po pastaj do t'ju tregoj outfitin ose ndoshta ju lë një foto se do harroj më shumë mundësi. Por që kaq, nuk o durashi, një gjë shumë e mirë dhe shihemi pastaj. Ciao, ciao. Ja ku erdhëm tu te Vita në Brescia. Në fakt, ideja ishte me pini diçka, po ngatrova. Po që tani po hajmë në diçka, se është ora 12:30. Je ku kemi edhe bukuroshën këtu. Moj bjondin me sytë e zi. Hello! E gjëni kjo qëtësina njërës, për sepse sa po lash makinën, sa po lash makinën, është ora 3:20 të mëngjesit, edhe gjasme, jo, s'të bëjmë vonë, jo, ja ku jemi sot. Por që po më zinte gjumi, jam super lodhur, tani nuk shih një si gjë, po, s'ka gjë, dhe me zi pres të jek make-upin edhe të flej pak gjumë. Kështu që i them që tani natën, dhe me vjen keq se s'kam filmu shumë, po nesër besoj që do eci qik ma mirë. Dhe kaq, gjumë të ëmbël njerëz, shihemi nesër. Mirëmëngjes njerëz, shpresoj se t'jeni mirë. Mund të shihni pak se sot është diell. Sa më bën qef kjo gjoja, nuk e keni idenë, kur e nis ditën që hap dritarët, nën ato taparelët dhe ato grillet, nuk di se si thoni ju në Shqip, edhe shef diell, dita ndryshon komplet. Gjithsesi unë jam net ka ora 10, jo super vonë, duke qenë se jam kthyer në 3 ca së mjest, por që kam flet taman, edhe them shqyr sepse jam boka shumë javë njerëz, nuk e di as vet pse, po me del gjumi shumë gjatë natës edhe nuk është se flej taman edhe rahat. Sikur kam një diçka që më jep siklet. Se di as vetë se ç'a mund të jetë, po nejse mo. Edhe kaq, ç'a do bëj unë sot gjatë ditës, s'ja kam haberin fare. Thjesht tani do të më thonë jam la, thjesht tani do rregulloj pak fytyrën edhe flokët se mbrëm kur arritem atje në Brescia filloi shiu edhe janë prish komplet. Po s'ka gjë, ti rregulloj pak. Kam qef edhe me pa për një fustan, për nesër mbroma. Nga që nesër janë pashkët edhe është myll pothuajse çdo gjë, po kam qef të shikoj se s'kam se ç'më vesh. E di shumë mirë se ju nuk do më besoni, po më vërtet s'kam se ç'më vesh. Po i lej këtu ndërkohë që po bëm gati dhe me shumë mundësi do më gjej një çik si keq, po kam kufjet dhe kam blet kufje të reja njerëz. Investimi është bë dhe me ato kufje tjera isha bë 5 vite pothuajse, dhe më thoni kam blejtë verën që u diplomova nga gjimnazi në 2020, kështu që ka kalu i qik kohë. Edhe kisha shumë nevojë nga që unë gjej shumë muzikë, okay? Dhe pse ndoshta nuk duket, po unë gjej shumë muzikë, edhe kur pastaj jam në avion në saknenita, janë super të rahatshëm, okay? Kur gjej muzikë, më pëlqen. Edhe komode për të folur në telefon, e tilla, por që kaq. Erdhi momenti, ishin pak më ofertë, sa është hajtë po më po i marë,
se herën e fundit, edhe në fakt edhe herën e parafundit që ishte në Shqipëri, patalon gjithë natën nga karikim ato kufit e vjetra, erdhën në aeroport, hajt thash të ngjej çik muzikë se ke parasysh sikur të rahaton pak. Nuk u ishin fik, nuk u niste as ajo drita, me thonë, ok, jemi thjesht pa bateri. Edhe më kam bërë shumë me nerva, them të drejtën. Por që kaq. Si ju thash edhe shpartin, nuk e di se ka jam të shku, thjesht po bëm gati edhe do vjeri vetvëtiu se ka do ikje. Po mendoja në fakt me ikën e Elnos. Elnos është prapë gjithmonë të na Bresha, edhe është kështu qendër tregtare, se ka Zara, ka Mango, dhe them hajt se ndoshta gjeni në diçka, në fustan paktën. Po se di, nuk e di. Nuk është se kam gjithat dëshirë me hik atje, sa është ditë shtune, para Pashkëve, si ju thash, edhe di shumë se do jetë super full, dhe më thonë do ketë shumë njerëz. Nejse, të që do mendoj se s'ka kështu dyqana tjera ku mund të gjeni diçka e qik ma të veçantë, edhe nuk është se du me argju 100.000 euro. Nejse. Nëse bëna gati, kjo është outfiti. Super cute. S'është edhe shumë ka e mirë, po s'ka gjë. Do iki në Piacenza, po para thash të iki qik në ca rroba kufet edhe ndoshta me duhen. Kështu që shifni pas pak. Unë arrita në Piacenza, lash makinën i qikë shumë larg nga qendra, po ishte vetëm në mënyrë nga që nuk është jam shumë praktike venit dhe nuk e di a do gjej apo jo ven afër. Dhe plus kam edhe frikën nga këto, si quhen, këto xetat jelle, se janë këtu në Itali, ku do të thonë po hyne me makinë edhe nuk e ke atë përmesën, nuk e ka lejen me hy të japin gjop. Kështu që thash, s'po rrezikoj kot. Ma mirë e lej qik larg të heci pak të suturashi, okej? Suturashi, kjo gjë e mirë. Zot, të durët e mija në super portakall akoma, dhe të njësë është vrënd, pa i vrij akoma më shumë. Ja, ku arritëm, nuk u di se qa janë këto, ndoshta ka qenë pazari sot mjestë, po ja, Piacenza. Unë hyna të Zara, hyna pak të Mango, nuk filmova si gjo për YouTube, nuk e di pse, por që ishte i fustani bardh, po nuk është se ma mushte menen. Tham të drejtën, më argju 50 euro kot, për të vesh një herë dhe pastaj nuk e vesh mon nga që nuk ma mush menën, thash është të kotit. I them të drejten, unë kam pas blet një fustan në Shein, okej? Është një fustan i kuq, është i lezetshëm. Problemi është se është pak i shkurtër, edhe ai. Dhe thash, okej, do të kishe qef të kisha opsione. Nejse, tani nuk e di fare mirë se ç'a do bëjmë, se ç'a s'do bëjmë. Halle ka dy joja. More e dy copë kështu. Më të them se është një vap, tani të hec. Tani parkingu që kam zgjedhur nuk ishte edhe aq shumë larg, i them të drejtën. Mendoj që ma keq. Ndoshta jam edhe unë se sikur s'heci nga, nuk e di, nga ka 20 vite, jam mësuar gjithmonë me makinë, gjë shumë e keqe. Edhe kjo është edhe një nga arsyet sepse më dhem shumë kurizi. Edhe sidomos jam shnosh. Kjo është arsye, jam shumë i sigurt. Mezi pres të hy në makinë dhe t'i haj këto. Kjo është arsye tjetër sepse unë shnoshëm. Rrugës tani, edhe do na lojtë një dyqan aty në Cremona, të shikoj a ka një gjë si për shpresë të fundit. Okej, njerëz, unë bëna gati, tani do t'tregoj outfitin. Outfiti, ua ç'a cilësi e dobët. Gjithsesi outfiti është ky, Zara getat. Kemi takot në makinë edhe tani do ikim. Ja ku kemi Angelinën, jemi meçi me çantën nga Shein dhe nuk e di, kemi për të ndru pastaj atletët edhe këpucët, po tani do ikim të pimi diçka. Gjeni si ku jemi para se vinë në diskotekë nga që është herët. Te McDonald's. Ja, jo darka, po si mund të them unë, spuntino i gjymsës noc, sepse është ora 12:20. Wow.
Okej, tani do hekim to takët edhe të veshim balerinat tona. Edhe pastaj jemi për shtëpi. Mirëmëngjes njerëz. Unë sa lash makinën dhe tani do ikje në shtëpi. Doli drita. Në fakt rrugës kishte pak kështu si diell, le të themi. Trenin. Shifni qiellin sa i bukur. Unë jam drejt në ora 10, të them të drejtën, por që Nita Sanita në kërvat, nga që pata kështu si një mental breakdown, nuk e di se na erdhi, po pata nevojë kështu si për të qajt, kisha shumë emocione. Nice, gjithsesi unë Neta, tani po lyhem, po bëhem gati se do iki në Trevizo të Florit. Kjo është çanta që do marr, është çanta që zakonisht marr kur iki në Shqipëri, them të drejtën, edhe këtu mrena kemi disa opsione outfiti për sonte, edhe kemi dhe outfitin për nesër, se nuk është se do jetë në diçka ne kush e di, po thjesht do ndroj pjesën e sipme. Tani make-up do t'i vendoste kjo çanta tjetër sepse kam frikë se hapen edhe pastaj më dëmtojnë, le të themi kështu, fustanet dhe gjërat që kam. Të hajmë pak grosh para se të nisemi që të kemi forcë. Okej, kjo do jetë outfiti, diçka super të thjeshtë që pastaj mund të kombinoj dhe nesër dhe tani do marr gjërat edhe do nisemi. Unë nisa, ndalova pak me bë naft në fakt, nga që thash, okej, thjesht për komoditet, pa i bëj këtu në Cremona, vend se me bë atje në Trevizo apo në autostradë, jo herë se kushton shumë, por që kaq. Tani si thash jam nis, edhe jam nis edhe kështu si herët, nga që vetë thon Floretës se kam pas për të nis ka ora 4. Po, aq më mirë, e bëj më avash, edhe do ndaloj besoj, të pi diçka, ose thjesht të pushoj pak. Unë tani ndalova te autogrilja njerëz, të hajni diçka, të pini diçka, tani nuk e di se na hyet kneta, po ja ku jam. Mungon edhe Jori Qrek. Ças ka këtu? Wow, shumë njerëz, shumë lëvizje, po që se e gjeta hap, po nga që zakonisht sot është jem pashkët edhe çdo gjë është mbyllur. Domethënë aty në Cremona nuk e pata mundësinë as me dalë, as me pas si gjë. Dhe në fakt e pata hallin dje për fustanin, po si u thash jam mundu me gjetë një opsion tjetër. Thjesht për sonte. Një pak si shtremt edhe jam mësuar gjithmonë me pas telefonin e onën tjetër, kështu që po shikoj edhe unë shtremt, po me dhanë një falas, edhe pa haj vetë vëllaj, që ka super mirë, është Pandorë në fakt, dhe ka kremin sipër. Mund me hek një çdo gjë, përveç ëmbëlsirëve. Kamera është super e pisët, po ne tani jemi të hyjë në shtëpi. Ora 6:05. 6:05. Mamma mia. Na dhemi këto kamët. S'muj me hec. Mirëmëngjes njerëz, po flas avash edhe shpresoj se të më ngjoni. Tani është ora 10, gati të shkojmë 10, është herët, le të themi kështu. Gocat janë akoma të flet gjumë. Unë në fakt jam zgjuar herët. Me del gjumi super herët. Ma mirë me njon, okej, se dhe kur flej shumë, nuk është se jam ma mirë, por që nejse. Besoj se avash do rregulloj gjërat e mia, okej. Dhe pastaj kur të ndajnë gocat, mund të lahem, mund të bëjmë gati me pak fjalë. Nuk e di se çfarë do bëjmë fiks, po nejse. Gjithsesi do ju loj disa, shpresoj që të kem lënë disa foto, disa video nga mrom, okej. Dhe nejse, jam kënaq. Jemi kënaq pafundësisht. Vetëm gjë është se më dhemi shumë kamët. Me zi po hec. Kam bërë gati gjërat e mia që pastaj t'i kem më mirë edhe më thjesht për t'i marrë vete. Gocat janë akoma në gjumë, unë u freskova pak, lava flokët, lava të trupit normale, në përgjithësi u lava, edhe tani po bëj make-upin që të jem gati për ditën. Unë u bona gati, sepse jemi çupri gjumit të gjitha, dhe është ora 4:30, okej.
Outfiti është super i thjeshtë, jeansat, trikën e zezë, xhaketin kështu. Edhe do iki të çantët te makina, edhe besoj se do ikim në Jezolo, afër plazhit, që të pim një diçka. Edhe pastaj besoj se kismet do nisim ka ora, nuk e di, 7 e gjys. Duke di që jam vetë të çu makinën, nuk është se më pengon shumë orari. Mirë, kam bo që kam marrë me makinë vetë. Ne tani sa kemi hyrë në makinë, kemi Eronën, edhe Flor. Ciao. Ciao e busto. S'ka gjë mirë një kështu. Okej. Tani do iki të ndrohet, e pastaj do nisemi për Jezolo. Abbiamo entrambi la Coca Zero, quindi mettiamo qua. Sì. Era una dietro, apri il coso in mezzo. Po i loj pak këtu sa ku herë rregullohem. U nisa super vonë, pa të thonë ka ora 8, okej, do nisem? Jo, absolutisht jo. 9 pak kam marrë makinën të shtëpia Floretës dhe kaq ne jam te autogrilli se vdiqja për i qik kafe. S'po marr kafe, po marr këtë Red Bullin që është shija ime preferuar kjo me shëlqim. Pava prap në banjo, më thonë në autogrill edhe ike në banjo, nga që piva me vërtet shumë ujë, shumë gjona, edhe është ora... Tra 300 metri entra in A4. Jam poshtë shtëpis, të prit që të më hapin derën, nga që dia unë s'po ta morr çelësat. Unë hoqe make-upin edhe tani mund të them se jam gati për të flet gjumë. Mund të them se me si e kam prit këtë momentin që të vjen në shtëpi me flet gjumë, se sinqerisht të pjesë e fundit, dhe më thonë kur mungojshin 40 minuta, sa të njerëz nuk e di, po më mbyllshin syt. Më vërtet isha aq shumë e lodhur se edhe këtë fundjavë, okej që kam qenë gjithmonë në rrugëve, le të themi, po edhe gjumë në darkë s'kam flet hiç. Po edhe gjatë ditës s'kam flet, them të drejtën. Po mendoj se ja ka vlejt sepse jam kënaq pafundësisht. Mirëmëngjes njerëz. Tani është ora 8 e pak, edhe po ikin në punë. Po jo pak këtu, unë tani njerëz erdha në punë dhe thash të marroj këtë video nga që e kam filluar këtu në zyrë edhe po marroj këtu. Kështu që ky ishte fundi i videos me pak fjalë. Shpresoj se të ketë pëlqyer. Nuk e di si do dalë si gjithmonë se nuk i kam akoma montuar, nuk i kam akoma, do të thonë nuk kam pa akoma rezultatin, po shpresoj mirë, okay. Për çdo gjë mund të më ndjeshni edhe në TikTok edhe në Instagram, edhe shihemi në videon e radhës. Ju po të shoh.